E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na mundsoi me prit muajin e Ramazanit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na mundsoi me lexu fjalën e Tij në këtë muaj të Ramazanit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na mundsoi me agjëru ditët e Ramazanit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na mundsoi Allahu Azza wa Jall me arrit dhjetën e fundit të Ramazanit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për veprat përgjithësi që kemi bërë në Ramazan. Po ju vëllezër, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për namazin e natës që kemi bërë këtë dhjetën e fundit. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Tij. معاشر الصائمين والقائمين هذه لحظات الوداع ويتندروا الجماعة يوت pranishmit agjerus dhe ju të jeni duke falur namaz. Këta janë çastet për çastet të fundit lamtumirës për Ramazanit. وهكذا هي الدنيا وما أسرع مضيئها بأيامها ولحظاتها. Kështu është ditët e dunjas, kështu janë ditët e dunjas, e sa shpejt dhe sa ngushtohen ditët e dunjas me ditët e sajna, duke i përjetuar na vetëm çastet e saj. Subhanallah, bil amsi kunna nafraha bi Ramadan. I lartësuar qoftë Allah Azza wa Jall që na në fillim të Ramazanit kemi qenë prej atyre që jemi gëzu. Wa hadhihi al-lahadat natawaddi'u Ramadan, dhe sa të shtash jemi duke përjetu çastet më të shkurta që mu përshëndet me Ramazanin. Hal tastati'una tahammula hadhihi al-lahadat? A jeni duke mundur me përjetu apo me mbajt këto çaste që jeni duke largu për Ramazanit? Qysh me ndjen vete? Apo mundesh me dëru vetën tonë? Apo mundesh me përjetu? Me thonë shkoj Ramazanit? Qysh me ndjen vete? Të janë çastet e fundit që muslimani mërzitet pse po largohet Ramazanit. وهل يستطيع الحبيب فراق الحبيب بدون الدمع والأحزان؟ A ka mundësi që i dashni më ndapi dashni duke mësqajtë dhe mërzitur për Ramazanin? Si ka mundësi na më ndapi Ramazanin dhe me qenë atë knaqër? Apo shkej Ramazanin kry? Jo. është i dashur jon, është bereqeti jon, janë të mirat tona. Nuk ka mundësi vetëm se zemra do të më mërzi dhe syri do të letën. وهذا حبيب كان معنا شهر كامل. Dhe ky dashur me neve ka qenë një muaj komplet, 29 ditë apo 30 ditë. Ndoshta sot na i bët lajmi që jemi duke dalë për Ramazanit. Qysh e përjetojmë këta çastet e fundit? Qysh jemi duke përjetu na namazet tonë që kemi falë në Ramazan, leximet tonë, veprat që kemi bën mbranda këtij muaji, apo mundna me përjetu që jemi duke ndarë, domethënë për Ramazanit. Kullaha asrarun, gjitha janë përjetimet e shpejta. Kush për neve, secili për neve ka këtë mendim, wallahi shka i shumë, që kjo esrarun, e shpejt, përjetimet shpejta, dhe harrohet këta. Ama e cila në mbetet, inshallah janë veprat tona. Kanë lahadat as-siyam, lahadat al-qiyam, lahadat al-tilawa. Ishtë në qastet me neve që kemi përjetu në këtë muaj të Ramazanit, agjerimi, namazi, taravih, namazi natës, leximi i Koranit, e qysh për ndjen vetën tanë, o vëllai jam, që mbas Ramazanit, a kimo qaste të me namaz, a kimo qaste të me leximin e Koranit, a kimo qaste me veprat e mira mbas Ramazanit. Ibadur Rahman, o ju Rabb të mëshiruesi, هكذا يختم رمضان وهكذا يختم العام.
kështu të përfundon Ramazani, edhe kështu të përfundon edhe dynjaja, edhe ditët e sajna, edhe viti. O ba'da al-ghadi yukhtimu al-umr, dhe të nesrit përfundon edhe jeta jote. Në mësim, shkoj miri, shkoj bereqeti, përfundon dynjaja, përfundojnë ditët, përfundojnë vitet, e nesër përfundon edhe jeta jote. O ba'dahu yub'athu ma fi al-qubur, e të nesrit e shenë që vetëm që ki dojë pivorit, i paraqit para Allah Azza wa Jalla me dhon llogari. Atëherë që kanë mbetet, e kërëshojnë vetin që pas kanë shku ditët e dynjajës, pas kanë shku Ramazani, pas kanë shku jeta jonë e shpejt, pas kanë shku ditët cëllët na i kemi përjetu, dhe e shenë vetin që duke dali prej vorit. Atëherë që kanë ndërmend në atë kohë. Harres, harrohen ditët, harrohet Ramazani, ama veç një sen nga kanë ndërmend. Veprat. Çfarë vepra na kemi bërë tash para Allahut Azza wa Jall? Thot Allah Azza wa Jall, "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Secili nga ju që posedon një shpirt në ditën e gjykimit përpara vetes tij ka me gjetë atë vepër muhdara, përpara ke me gjetë. Së ti çil së pivorë çat Allah Azza wa Jall ditë mahsherit, së të tëk nuk ka me pa vetë se veprat. Ditë e shpejta, viti shpejt, jeta shkaj, veprat që është në donë. Pastaj thot Allah, "Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Dhe kur paraqiten veprat e këqija, kur ti shënaj veprat e këqija, dëshiron mes ti dhe veprat e këqija një lartësi e madhe që mos i bëhet ato vepra. Ba'idan, amadan ba'ida, dëshiron lartësi të madhe që mos i bëhet ato vepra. O ju vëllezër, kjo është përfundimi i Ramazanit thanëm. Harrohet, ama veprat neve na tonë para Allahut Azza wa Jall. E ku po tu me dalën me këta? Mos i harrani veprat, edhe mbas Ramazanit, mundani me bo punë të mira, kujtane ditën e gjykimit, kujtane paraqitën para Allahut se na tonë këta vepra. Nuk do që të na në Ramazan me adhuru Allah dhe pas Ramazanit me lëmë çdo sen. Jo, vazhdojmë me vepra. O ju vëllezër, në këto momente, me lena Allah të Azza wa Jall, do të mundohena me ju dhon një qelës që mi i rujt veprat në Ramazan. A ka mundësi që në Ramazan veprat tona më shkatëru? Po, ka mundësi. Ka mundësi edhe agjerimi jote, sadakaja jote, zekati jote, ka mundësi më shkatëru. Dhe kur del që që lexon nga jetët, nuk i shan ato vepra. Andaj, ti që ki lexuar Kur'an, ti që ki fal namaz, ti që ki agjeru, ruji këto adhurime në Ramazan. E unë po të jep një qelë se qysh do të miru adhurimet në Ramazan. E parja është e ju vëllezër, qështë e parë që miru veprat tonë në Ramazan është vazhdimin e bindje në Allahun dhe të dërguarit e tij në adhurim. Me vazhdu, prap me u bindë Allahit, prap me adhuru Allahit, prap me i falë sunetet, prap me ndjek me amenës Ramazan, që kja në ban neve që në runë veprat tona ku në Ramazan. Thëtë Allah Azza wa Jall, "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum." Allahu akbar. O ju që keni besu, a i muslimanna, a kem iman, o ju që keni besuar, bindjo Allah në adhërem, bindjo profetit në sunet. Pastaj më thëtë Allah Azza wa Jall, "Wa la tubtilu a'malakum." Mos i shkatrani veprat e juve. Çka nuk kuptohet kjo? Në qoftë se na nuk i kemi rujt të vepra, nuk ju bindë me Allah Azza wa Jall pas Ramazanit, veprat e tona shkatërrohen që i kemi bërë në Ramazan. Edhe në bas Ramazanit do të me qenë njëjta veprat për me mbrojt veprën e njëjtë. Në Ramazan ke fal agjerim, në Ramazan ke fal namaz, mas agjerimit, mas Ramazanit, prap njëjtë mbaje qatë namazin e mbrojt. Mos më uprish veprat, bindja e Allahut në adhurim dhe në sunetin e profetit ta mbron adhurimin tonë. Qëllësi i dytë për mi mbrojt veprat të vëllezër, apo çështja e dytë për mi bërë veprat në Ramazan,
është me qenë i pari angazhu vepra. Qysh ki qenë e njëjta? Qysh ki qenë i pari në Ramazan dhe në bas të Ramazanit bëhu i njëjti send i pari me vepru vepra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thot një sahabiu, Shaddad ibn Aus, këtij sahabit i thot, thuj, pëmsani lutje, Allahumma inni as'aluka ath-thabat fi al-amr wal-'azimata 'ala ar-rushd. Subhanallah, shpallin që çka ditë sahabët me përfitu për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Veprat, mirujt veprat, Pejgamberi pëmsan këtë sahabit po thot, thuj, o Zot lutem ty më përqendruane. Ku? Çka më përqendru? Fil amr, në adhurim, po o Zot, adhurim, Pejgamberi pëmsan, lutem o Allah, që ka adhurime që kërkon Ramazan, edhe në basja Ramazanit forcanëm t'i bajt njëjta. Pastaj wala azimet ala rushd, me qenë i pari në rrugën e drejtë. I pari ta më thonë që e merë udhëzimin. Për çdo sen, fjalët e profetit, adhurimet e Allahut janë udhëzim për neve. I pari që me ndjek ata. Pastaj vëllezër, çështja tjetër që na bën neve me rujt veprat tona në Ramazan është vazhdimi i thjesht në vepra. Veprat janë thjeshta. Mu mundu jashtë Ramazanit që t'i mbrojt veprat e tua që ki bën në Ramazan me vepra thjeshta. Ma thjeshta. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura tek Allahu azza xal janë ato vepra që janë të vazhdueshme, ama janë të pakta. Janë pakta. Qita na bujnë neve që në Ramazan me mbrojt veprat e tona. Pastaj thot Pejgamberi, aklufu min al-a'mal ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Po thot mundano me forcën e juve, me mundësitë e juve me i bu këta vepra. Qëta vepra të pakta? Pejgamberi po na këshillon, mundano me i bu këta vepra të pakta, me i ruaj këta vepra të pakta. Pastaj po thot, më të vërtet, Allah azza wa jall, kur të qenë ti që ti s'betan veprën, Allah nuk të e përgjith, nuk të e shpërblimin. Subhanallah. E shenë Allah azza wa jall, hadith është Pejgamberi po e thot këta. Allah azza wa jall, e shenë që ti nuk pitan qëta vepra të pakta, Allah nuk të e shpërblimin. E kujna shpërblimin? S'ta e shpërblimin e Ramazanit. Ti nësh në Ramazana, jeshtë Ramazanit njëta adhurime të të mirë po. Qysh jeti me veprën, ashtu të Allah azza wa jall të tjetë Ramazan me shpërblimin e asaj vepre. O ju vëllezër, thot Allah azza wa jall, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Çdo sen që ju e veprani, është për veten ju, është e mirë për juve. Tajiduhu inda Allah, keni me gjetë tek Allah azza wa jall. Vepra cilën ti i vepran Ramazan dhe i përcjell ata dhe në bas Ramazanit të njëjta send, Allah azza wa jall po thot, janë e mirë për juve. Është problemi mirë për juve. Qysh ki bën Ramazan dhe jashtë Ramazanit, mi mbrojt ato veprat në Ramazan, tajiduhu inda Allah, keni me gjetë tek Allah. Po që vesh në Ramazan, e jashtë Ramazanit ju, a ka mundësi që na mos me gjetë ato vepra? Po, ka mundësi. Ku janë veprat tona në Ramazan? Allah nuk adhurohet vetëm në Ramazan. Allah që kuj njëjtë Allah është dhe jashtë Ramazanit. Subhanallah. Allah azza wa jall thot, fastaqim kama umirte. Për qëndrau qysh i obligum. Apo ju qysh kemi qefin na. Zot, Ramazan, po, jashtë Ramazanit, ja, nuk mëj me të adhuru. Ja, fastaqim kama umirte. I obligum me u qëndru, me bërë qëndrim, në adhurim edhe në bas Ramazanit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata cilët janë besimtarët janë ta, thënë që Zoti jon është Allahu dhe u përqendruan ta. Çka do të thonë që Zoti jon është Allahu? Ku ne adhurante? Në Ramazan ku ne kemi adhuru? Allahun azza wa jall. Thumma istaqamu. Pastaj pas Ramazanit prap qëndrohesh, prap e adhuron Allahun azza wa jall, prap e fal namazin, prap agjeron, selan agjerimin, prap fal namaz natë, i vetëm me Zotin ton. E për ta shakon fund, për ta Allah dhe thët, fela khawfun alehim wa la hum yahzanun. S'ka për ta mërzi.
As për klim, kur doni para Allahut, s'ka mërzi, s'ka piklim, i gjajnë veprat e tëre. Mirë, në qoftë se na adhurojmë Allahun azza në Ramazan. Dhe jashtë Ramazanit jo, çka mundet me na ndodhë sipas këtij ajeti? A ka mundësi që në ditë gjykimit na mëse pa frikë? Jo, kena me pa frikë. Kena me pa se Zoti nuk adhurohet vetëm në Ramazan. Nuk ka mundësi që mësë ligjet edhe veprat tona që na i kemi po. Pastaj thot Allah azza jall: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin." Adhuroj Zotin ton por derisa të vjen yaqin. Yaqin, çka i bën kjo yaqin? Derisa të vjen vdekja. Derisa shpirti të dalë, në atë minutë do të më adhuru Allah azza jall. Nësë me lanë, që tu e këmë treku një rast histori, që ka qenë për i TBN-ve, për i djanëve të Ibn Zubejrit, në momentet të vdekës, o vllazni, momentet të vdekës, në halat, qaset të vdekës të edhon shpirtin, i ka thonë djanëve qanë në gjami, o babë të i të vdekë, qysh në gjami, shpirti të thonë, nuk mu i ka thonë me ndëgju azan edhe me nejtë shtrikë. Ka shku në gjami, sa ullë në sejtë dhe namazën akshamit, ka dhonë shpirë. Subhanallah. Kjo është me adhuru Allahin deri në vdekje, jo me një kod caktun. Zoti jo nuk është se që adhurohet me një kod caktun. Zoti jo në adhurohet deri sa të del shpirti. Subhanallah. O ju lezër, gjëja tjetër e cila neve në mbron, veprat tona në Ramazan, është frika dhe shpresa për pranimin e veprave. Mos u garanta, mos u i kun fare kun gone. Jo, dy sene me ty të me qenë. Frika dhe shpresa. Apo pranohet, ndoshta s'pranohet. Kjo në atë neve që na mbrojnë veprat tona në Ramazan. Walladhina thot Allah azza jall, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dhe na jemi ata që ti kemi dhënë, dhe ata, në ato që Zoti e ka dhënë atyre, ata japim. Pastaj mi po zemrat e tyre janë të dridhura. Pse janë të dridhura? E kujtojnë ila rabbihim, e kujtojnë Zotin e tij, raji'un, e kujtojnë Zotin e tij që po kthehen tek Allah azza jall. Po bëjnë pak mira, po japin, po falin namaz, këta që ajeti në Ramazan, sahabët në Ramazan, ama po thot në frikome se kërtoni para Allah nuk e dimi. Kër e kam dëgjua Aisha këta jetë, ka thonë Aisha, e humë alladhina yashrabuna al-khamra wa yasrikuna, ka dojtë rukumi Allah, a qëta janë që pinë alkohol dhe vjedhin, hajduta janë, kër e kam dëgju me Ameri, ka thonë, jo i qika Abu Bekrit, Siddiq, jo, lakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna hum yakhafuna an la yuqbalu minhum. Ka thonë jo i qika Abu Bekrit, qika sinqertit, Siddiq. Ka thonë nuk janë këta, ky ajet që po më ndonë ti. Ky ajet është për ata të cilët kanë agjeru, kanë fal namaz, kanë dhënë sadaka, mirë po në zemrat e tyre kanë frikë që ndoshta Allah zë që se pranon. Subhanallah. Ruj veprat në Ramazan me frikën dhe shpresën. Shpesa që Allah të ka pranu. Frigohu që ndoshta Zotis në ka pranu. Allah zë që thët, inema e të qabelu Allahu minel muttaqin. Më vërtet Zotin pranon vepra për njerëzve të devotshëm. Çka do të thonë kjo të devotshëm? A i bjan kjo të devotshëm që unë adhuroj Zotin që tash nesër jo? Ja, vepra jam e që unë e këmë bësat prikshët. I devotshëm Allah zë bëtat, i devotshëm do të me qenë, kur me ke kuptim të ajetit, do të me qenë kur ti adhuron Allah dhe vazhdan adhurimi jot, vazhdan duke i pat frikë Zotit, vazhdan duke ju largu gjinave, vazhdan duke ju bindë Allah edhe në bas Ramazanit, pse vepra e mbron veprën. Vepra e pakt e vetëm, kush ka me të mbrojt atë veprë të pak, kur s'ki vepra tjera. Më pasoj ju lëzër, o kene ba'du s-selef, يظهر عليهم الحزن يوم العيد فقالوا فلا ندري أقبله منا أم لا. سبحان الله. Ishin disa prej selefëve të mirë dhe pastër që në festën e Bajramit
e shfaqshin ftyrën e tëre hidhurum, piklum. Të i thonë, po pse shakeni kështu të piklum? Ata ju përgjigj ka thonë, po nuk e di me pranan Zotja ju. Subhanallah. Ditë zimi, Eid, ditë zimi, hëzën. Pse? Nuk e di me pranan Allah Zotja ju. Nuk e di me i si qafë, no? Kujta Ibrahimin kur e ndërtoi çave bashkë me Ismailin. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Kujtao Muhammed, Allah Muhammedin i tregon. Kujtao Muhammed kur Ibrahim dhe Ismaili ndërtonë themelët e çavës. Dhe thanëm Zot prana prej neve. Në tafsirin e Kathiri, për një tabiinit ka thonë shiko, Khalilullah, i zgjedhur, i dashur i Allah të zëgjel, Khalil, i veçantë tek Allah Ibrahimi, ka qenë obligueshëm me bukë, thonë. Edhe nuk ka qenë të obligueshëm për ta në thonë Zot prana. Me gjitha ka thonë Zot prana. Kjo është i vëllezër që neve na mbrojnë veprat tona në Ramazan. Me jetu mes frikës dhe shpresës. Ndoshta Allah Azza na pranon, e ndoshta Allah Azza nuk na pranon. Mos u ndjeni sikur mirë po pas Ramazanit, për cilë të njëjta vepra me vepra, të njëjti namaz që e ke bërë Ramazanit dhe jashtë Ramazanit, njëjti sadakat, njëjti agjerim, pse vepra e mbron veprën tonë që mos më shkatëru. Gjëja tjetër e vëllezër që na mbrojnë veprat tona, dëgjani me vëmendje këto. Mos i kall veprat e tua, mos i kall veprat e tua, mos i kall veprat e tua. E dëshira më thonë Mikall, dëgjane se qysh ka orën të tërser, qysh e kanë komentu mufessirinet këta jetë. Thëtë Allah Azza Jall, e yawaddu ahadukum an takuna lahu janna, a dëshiron për ju në kush me bo një gjennet veti. Gjennet, apo dan në kush për juve, a dëshiron për ju e gjennet. Pasaj thëtë Allah, min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar. Ta ka dhe më thonë pem, hurme, rësh, lumejnë cilët rjedhin ta, gjennetin gjennetin të e ndërtu me vepra. A mund të gjenë me vëmendë ku pëtu më dalë qashone. Lehu fija min kulli themarat. Në atë këpsht gjennet, gjithë mirat janë, gjithë llojet e fruteve janë. Wa asabahu al-kibr. E arriti një musht të lartë. Wa lahu dhurriyyatun du'afa. E pastarësit e tij të dobët. Fa asabahu i'sarun fi narun fahtaraqat. E pasarësit e ti qka bëren, ja vlun flakën kopshit ti. I shkaj kopshit, u djek kopshit. E den, kur kanë desh me dalë, më fesirinet, on gjeneti kopshit, qa i vet e kam ledhur, janë mundi ti, veprat e ti. E llojet e frutit që Allah për e cikë në Koran, po thanë janë veprat e ti vazhdueshme që i ka bërë 38 kund në Ramazan. Pastaj po thanë e pleqëria e ti që ka arrit, po thanë janë që i ka lanë veprat e mira. Ramazan, jashtë Ramazanit s'ka, i ka lanë veprat e mira. E pasardhësit e ti, që janë gjunahet e ti që ka vazhdu me bu gjunahe, mbas Ramazanit, minjerë. Si ka ujta më thonë veprat e mira. E pastaj tahtaraqat. Krejt ju ndjek. E kjo djekja është dhe më thonë në katët që i ka bo në bas adhurimit, krejt që ata sendet mira që i përmendën, krejt i ka djek. Që kjo ju vëllezër, mos i djek një veprat e juve. Ato që i keni bo në Ramazan, në banë edhe në bas Ramazanit. Më pasu ju vëllezër, vepra që na ujnë neve në Ramazan është edhe istikfari. A nuk është që na për çdo
mbas namazit çka thojmë? Astaghfirullah, astaghfirullah. A po pse thojmë astaghfirullah, astaghfirullah? Ana ka shumë dërmend me thonë, pse na thojmë mbas namazit astaghfirullah, astaghfirullah? A dini pse atë? Por çata Zoti na ka dhënë trunin, me logjiku, me mendu, që mi thonë Zot, pranana qëta vepra, pranana qëtë namaz pranana, mos në djena thoni sikur. Pastaj në Arafat, ditën e fundit Arafatit, kthejnë njerëzit për Arafatit, Allah i ka obligu. Kur kthejnë, thuni astaghfirullah. Pse me thonë astaghfirullah? Pse me ta pranu haxhin Allahu Azza wa Jall. Da më thonë me istighfar pranohen veprat. I mbron veprat e tua, i mbron veprat e tua në Ramazan me istighfar. Allahu Azza wa Jall i përshkru të parë tonë duke thënë Rabbina ashari hum yastaghfirun. Ata kanë qenë që në me da thonë që në sëfer kanë kërku istighfar. E cilo është arsye tyve pse me kërku istighfar, që duke thonë Zotit Zot, e bënëm adhurimin atë. Tërë natë kemi thonë namaz, që tash po dojna me mbrojt namazin tonë, namazin e natës. Gjithë këta që po i ceki është që ti me istighfar i mbron veprat e tua në Ramazan. Po ju vëllezër, çështja tjetër që i mbron veprat në Ramazan janë tekbirat dhe falëndërimi ndaj Allahut Azza wa Jall. E kur fillojnë tekbirat? Tekbirat fillojnë prej atij momenti, ndoshta sot i bëtlome që është nata e fundit apo nesër. Na von tekbirat fillojnë prej atij momentit që shihet domethënë hana që hen muj tjetër, fillojnë prej namazit të akşamit deri sa të falet domethënë kush Bajrami. Që kja ku është që neve në ngojnë veprat tona në Ramazan, me bëhet tekbire, prej atij momentit, prej namazit të akşamit deri në namazin e Bajramit me bëhet tekbire, që kjo është një frut i joni, një qelsi joni që i mbron veprat e tona në Ramazan. Dhe thëtë Allah Azza wa Jall, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Thot me bëhet tekbirat Allah Azza wa Jall në ato që Zoti juve ju ka udhëzu. Pastaj po thot وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dhe të jeni falëndërues ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot Allah Azza wa Jall, وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ. I thot pejgamber dhe ti madhështoj Allahun Azza wa Jall. Pse me madhështu pejgamber Allahun Azza wa Jall? Pse madhështimi i Allahut ta mbron kur ta mbron ibadetin, adhurimin tonë. Më pasoj në vëzër, thot Allah Azza wa Jall, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Thot Allah, në qënë se ju falënderani, unë kam të qenë i kënaqur me juve. Me çka? Me vepra. Dhe më thonë Allah Azza wa Jall po na tregon neve që unë kam të qenë i kënaqur me juve, ja pranoj veprat juve, në qoftë se ju unë falënderani. Andaj shtone falënderimin ndaj Allahut, se kja neve na bën që me mbrojt veprat në Ramazan. Pastaj thot Allah, وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Thot Allah me juve nuk vepran që ju dënu juve në qoftë se ju e falënderani Allahun dhe besani. Që subhanallah. Mbroj veprat e tua me çka? Me falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall dhe me imanin ton, shtoj imanin ton. Pastaj thot Allah Azza wa Jall, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah Azza wa Jall thot, në qoftë se ju më falënderani, unë juve do ja shtoj veprat. Qysh kuptohet dhe ky ajet? Në qoftë se ti e falënderon Allahun Azza wa Jall në këto minute, këto qaste, dijeni që Allah Azza wa Jall do ta shton shpërblimin e veprave tua në Ramazan dhe do ta ruan shpërblimin ton kur del para Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot Allah Azza wa Jall, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Më vërtet, vetëm Allah Azza wa Jall është ai i cili i shpërblen kon shakirin, ata që e falënderojnë Allahun Azza wa Jall. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mëson njëri prej sahabëve duke thonë thuj, Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Thuaj o Zot, më ndihmo mua që të përmend ty, më të falënderoj ty dhe më përmbush adhurimin. Këto janë kjo lutje na mëson neve. Ta shtojmë duke thonë o Zot, ndihmano mua që më përmend ty, ndihmano mua që më të falënderoj ty dhe ndihmano mua që më përmbush veprat. E qysh do të më përmbush veprat? Ta ruajmi veprat tona në Ramazan dhe mbas Ramazanit duke vepruar veprat e mira. O ju vëllezër,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, radhima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i poshtër është ai njeri, i keq është ai njeri, i cili e ka nxjerrë Ramazanin dhe nuk ju kanë falë atij mëkate. Është çasti, është momenti, që kanë falë me istighfari, e kështu të më radhi përmenëm, thuj për në Ramazan pak, thuj për ndatë e ka, thuj e astaghfirullah, nga se ty t'jep mundësi që mi mbrojt veprat e tua në Ramazan, dhe nuk del për Ramazanit dhe se i falë, po ai cili nuk din mi mbrojt veprat e ti, dhe nuk din me përndru Allah, dhe nuk din me bërë tekbire, dhe nuk din me bërë të Allah veprat mira, dije mi që ndoshta ai del për Ramazanit mirë po, në më thonë është i hungur, i shkatrun dhe nuk i falen me katër. O ju vëllezër, ti mbrojnë veprat tona duke vepruar pas Ramazanit mira dhe veprat mira. Thot Allahu azza jall, fastabiqul khairat. Ngutnu, shpëtani në veprat mira. Disa prej mufesirin ka thonë, badiru bi ta'at, boj i pari në adhurim ndaj Allahut azza jall. Edhe është Ramazanin bëj veprat tua duke qenë i pari në adhurimin ndaj Allahut azza jall. Allah azza jall e përshkruan Musa'in alayhis salam duke thënë: "Wa ajibtu ilayka rabbi litarda." Jum kutë Zot për të këtë, vetëm që ti me qenë i kënaqur me mua. Mufesirin e thonë, talaba ridaka, e ka lyp kënaqësinë e Allahut azza jall. Wa musara'a ila ridaka, e ka lyp domethënë me qenë i pari tek Allah azza jall, në shkam me fitu kënaqësinë e Allahut azza jall. O shauqan ilayk, dhe për mallëgjim domethënë me Allahun azza jall. Që kjo është e vëllezër. Gut me në pas Ramazanit që me qenë të parë, me fitu kënaqësinë e Allahut, me qenë të parë që shka me nara, mallëgjim, me u taku me Allahun azza jall. Vepra e mbron veprën. Më pasaj vëllezër thot Allahu azza jall, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ata ishin që të parë kanë qenë në punë të mira dhe të parë kanë me qenë edhe ku në ditën e gjykimit. Subhanallah. I pari, a ki qenë Ramazan, bas Ramazan, bo i pari, inshallah dhe në ditën e gjykimit i pari ki më kanë me veprat e tua të pranune. Ata dhe bas Ramazanit mundano me i bo adhurim Allah, mbroje veprën tanë me vepra. O ju vëllezër, dhe kjo është e fundi. Sahabët kanë qenë garantun me xhenet. Garantun me xhenet. Me gjithat veprat nuk i kanë lënë. Sahabët kanë qenë në luftën e Bedrit që Allah i ka thonë pejgamberit, kush merr pjesë në këtë luftë, le të banë çka dush, është i falur. Me gjithat veprat si kanë lënë. Kjo është i vëllezër. Në qoftë në Ramazan e kemi pritu këtë Bedr, që Zoti na thonë bazi s'kemi hu, edhe në bas Ramazanit ti mbojmë qëta veprat që kanë qenë sahabët duke adhuru Allahun azza wa jall. O ju vëllezër, është pyet njëri prej parëve tonë, duke thonë, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fa idha insalakha Ramadan taraku qala bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Është pyet njëri prej parëve tonë duke thonë, ka popull që adhurojnë Allahun vetëm në Ramazan dhe mundohen vetëm në Ramazan. Momenti që shka në Ramazani, përfundan në Ramazani, gjitha veprat i lajnë. Ata është përgjigj kë dietar duke thonë, bi'sal qawm, e po i fillesht është ka thonë ky popull, po i keq është ky popull. Nuk e njen ka thonë Zotin e tyre vetëm se Ramazan. Andaj u vëllezër, mos bëhemi të fillesht, mos bëhemi të keq tek Allah azza wa jall. Mos bëhemi që vetëm Ramazan na adhurojmë Allahun. Ti mbrojmë veprat tona të njëjta adhurim edhe mbas Ramazanit, derisa mos të jemi tek Allah me paramendoj me dorë para Allahut me afon Zoti, po populli keq kokëshive. I fleshtë kokëshive. Pse? Pse a vetë Ramazan mund ma dhuru mua? Subhanallah. Që edhe mbas Ramazanit ti mbrojmë këto vepra, adhurimi e mbron adhurimin. O ju vëllezër, në xhaminë tonë Bajrami falet në ora 8 të mëngjesit, ndërsa për arabët salatul Eid al-Arab yusalluna fi sa'ati 9:30 wa lil-Albani 8 sa'at. O ju vëllezër, e lusmi Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall pranon për neve veprat mira që kemi bo,
E lusmi Allah Azza wa Jall të jemi përqendrueshëm me këto adhurime që i kemi bërë. E lusmi Allah Azza wa Jall që të adhurojmë Allah Azza wa Jall derisa na vjen vdekja duke adhuruar ata. E lusmi Allah Azza wa Jall që veprat tona t'i mbrojmë me vepra ja Rabbil Alamin. E lusmi Allah Azza wa Jall që Zoti na bën të devotshëm dhe sinqert me Allah Azza wa Jall.